Dhe tani do të vijoj me një zonjë. Ajo është Eltiona Serani, producente dhe drejtoresha marketingut. Ajo do të mbajë fjalimin e saj dhe ashtu si që ka hije gjithmonë, dua një duartrokitje shumë të fortë për Eltiona Serani. Të nderuar pjesëmarrës, zonja dhe zotrinj. Sot festojmë 28 nëntorin, një ditë që na kujton se forca e një kombi qëndron te liria, identiteti dhe vlerat që ne mbrojmë çdo ditë. Flamuri nuk është thjesht një simbol, është histori dhe është krenari për ne. Në këtë ditë dua të theksoj se një nga tiparet më të bukura të Shqipërisë është aftësia për të hapur dyert dhe për të dhënë mbështetje pa paragjykime. Shqipëria ka treguar se është një vend ku komunitetet e huaja mund të ndihen të sigurta, të respektuara dhe të pranuara. Kjo nuk është e vogël, është dëshmi e karakterit tonë si popull dhe e kulturës sonë të vërtetë. Dua të shpreh mirënjohjen time të thellë për shoqatën e gjatë Albania, në mënyrë të veçantë zotrin Aldo Sullari. Me përkushtimin e tyre të përditshëm, ata kanë ndërtuar një strukturë ndihme dhe integrimi që jo vetëm i japin mbështetje refugjatëve, por njëkohësisht prezanton fytyrën më të mirë të Shqipërisë në sytë e botës. Puna e tyre është reale, është e prekshme, duke krijuar ndryshim të vërtetë në jetën e shumë njerëzve. Si aktiviste besoj fort se humanizmi dhe solidariteti janë ura që na lidhin si shoqëri. Sot, më shumë se kur, nuk kemi nevojë të tregojmë se një vend i vogël mund të ketë një zemër shumë të madhe, por Shqipëria e ka treguar këtë ndërvije. Gëzuar 28 nëntorin, rrofja murin dhe vlerat që bashkojnë të dy shqiptarët bashkë. Faleminderit. Faleminderit zonjës Eltiona, është kënaqësi për ne të kemi çdo herë pjesë të panelit tonë.